إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirëbërësit. Zotin e botrave falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ka udhëzon Allahu, nuk ka kush që humba të përveç Tij. E ka humba ai, nuk ka kush që udhëzon atë përveç Tij. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot që meriton të adhurohet përveç Allahut, i vetëm pa shok, atij i takon pushteti. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, është rob dhe i dërguar i Tij. E plotsoi amanetin, e këshilloi ummetin dhe luftoi në rrugën e Allahut derisa i erdhi vdekja. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni vetëm se duke qenë musliman. O ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj që në emrin e Tij përbetoheni. Ruajeni lidhjet farefisnore, sa i Allahu është mbikëqyrës mbi ju. Me të vërtetë, fjala më e mirë është fjala e Allahut. Kurse udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të këqija janë shpikjet në fe. Çdo shpikje në fe është humbje, e çdo humbje të çon në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj prej tij. Abu Huraira, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, shok i profetit sallallahu alaihi wasallam, tregon dhe thot se i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam tregon për një ngjarje e cila ka ndodhur tek popujt para nesh. Thot ishtara rajulun min rajulin aqaran lah. Një burr bleu prej një tjetri një tokë. Më pas thot profeti alayhi salam, fawajada ar-rajulu alladhi ishtara al-aqara fi aqarihi jurratan fiha dhahabun. Thot ky burr i cili bleu tokën, gjeti në tokën e tij një shyp ku ishte i mbushur me flori. Më pas e merr këtë dhe kthehet tek personi që bleu prej tij tokën, bashkë me shypin e floririt. Dhe thot, unë kam bler prej teje tokën dhe nuk kam bler prej teje flori. Ndërsa personi i cili i ashiti tokën i kthehet duke thënë, unë të kam shitur tokën dhe çka ka në të. Më pas një konflikti mes tyre, shkojnë për të gjykuar tek një burr tjetër. E ky, tek i cili deshën të gjykoheshin, i pyet duke u thënë, a keni fëmijë? Tha njëri prej tyre, unë kam një djalë. Ndërsa tjetri tha, unë kam një vajzë. Atëherë, ky gjykatës tha,
djalin, martojeni me vajzën. Shpenzimet e martesës hiqini nga kjo pasuri, jepni atyre prej kësaj pasurie dhe një pjesë prej saj jepeni sadaka. Kjo ngjarje transmetohet tek Sahihu i Bukharit dhe Muslimit. Që të dy njerëz të devotshëm, njerëz që i friksoheshin Allahut, nuk shikonin me ja hedh njëri tjetrit, vetëm pra mos me e pas mendjen se me njëherë ta hedh në tregti, por edhe për njëtet e tyre, qëllimet e tyre, pra personi i cili e bleu tokën, e merrte veten e tij në llogari se për çfarë kishte bler. Pra qëllimi pse ja dhash parat ishte për t'i bler tokën dhe jo florit. E ndërsa tjetri, pra merrte veten e tij në llogari që unë e kam shit gjithçka, çfarë ka toka, vëllezër dhe motra. Njerëz të tillë besojnë fort Allahun e lartësuar, kanë sinqeritet tepër të madh, kanë besim të fortë tek Zoti, besojnë fort edhe në ditën e gjykimit se do të dalin para Allahut të lartësuar. Njerëz të tillë kanë parasysh edhe porosinë e profetit sallallahu alaihi wasallam, ku thot, pra që do të pyetet njeriu ditën e gjykimit, nuk do t'i lëvizin këmbët prej vendit derisa të pyetet për 5 gjëra, e ndërto dhe për pasurinë e tij. Si e ka fituar? Si e ka fituar atë dhe si e ka shpenzuar? Që të dy në hall, njëri nuk doshte ta pranonte, por as tjetri, dhe kërkojnë të gjykohen tek një gjykatës. Por edhe gjykatësi ngjarje e rrallë, ngjarje e çuditshme, sepse edhe popujt para nesh, njerëz si ne kanë qenë, ne sot dëgjojmë që vriten me njëri tjetrin për një pasuri të cilën askush nuk do ta marrë me vete. Ne sot dëgjojmë që vllai braktis vllain e tij për shkak të një pasurie e cila do të mbetet në këtë dynja. Asnjëri prej tyre nuk do ta marrë me vete. E më larg, fëmia braktis prindrit e tij për shkak të një pasurie që askush nuk do ta marrë me vete. E ky gjykatës çoroditet, por njëkohësisht mendon si të gjej një formë që t'i shpërblente këta dy njerëz të sinqertë dhe të devotshëm, dhe mendoi një zgjidhje që ajo pasuri përsëri të mbetej një pjesë e saj tek pasardhësit e këtyre dy njerëzve të mirë. Vëllezër dhe motra, besnikëria tek disa popuj para nesh nuk kishte kufi. Besnikëria tek disa popuj para nesh ishte tepër e rrallë, vështirë të gjehen njerëz të tillë, njerëz të mëdhej, të cilët ruheshin prej haramit në maksimum. Këta lloj njerëzish janë të rrallë dhe vështirë që të gjinden. Sot tjetri ndoshta të mashtron sy e për sy. Është bërë frikë ndoshta të bësh tregti mes vëllezërish, mes besimtarësh. Pse? Sepse është frika e mashtrimit, është frika e gënjeshtrës, sepse ka prej tyre që mendojnë ku e ku me ja hedh tjetrit. Shiko devotshmërinë e këtyre dy njerëzve. Shiko pastërtinë e këtyre dy njerëzve, nuk pranonte të merrte asnjëri prej tyre pasuri për cilën pra nuk kishte shpenzuar, nuk e kishte në plan, nuk e kishte në jetë. Po sot muslimanët, si është gjendja e një pjesë të tyre? Si është gjendja e disa muslimanëve në ditët tona? Allahu i lartësuar për një pjesë të ehlul kitabit, popujve para nesh, thot lejsu sawa'a, min ehlil kitabi ummetun qaimetun yatluna ayati llahi ana al-lejli wa hum yasjudun. Nuk janë, thot, një lloj. Ka prej tyre, dhe me të vërtetë edhe në kohën e profetit alayhis salam, një pjesë e tyre si Abdullah ibn Salam, i cili kishte qenë hebre, e pranoi Islamin. Dhe Allahu i lartësuar për këta thot nuk janë një lloj. Ka prej tyre, thot, prej ahlul kitabit, njerëz të cilët janë në rrugën e drejtë. Yetluna ayatillahi ana al-layl, ata lexojnë
fjalët e Allahut të lartësuar gjatë natës e ndërkohë që janë në sejdë. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir, ata besojnë Allahun dhe ditën e gjykimit, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, urdhërojnë për mirë dhe ndalojnë nga e keqja, wa yusari'una fil khairat, e ata, thot Allahu i lartësuar, garojnë në punë të mira, wa ulaika minas salihin, e ata janë ndër të drejtët. Nuk ka kufi, vlla dhe motër, devotshmëria. Nuk mund thuash që deri këtu është. Pra njeriu duhet përpiqet sa më shumë me qenë i devotshëm, sa më shumë me urujt prej harameve, sa më shumë me qenë njeri i mirë dhe i zgjedhur. Omeri, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, thot: tarakna 19 al-halal makhafat ar-riba. Thot e lam 9 e halalit nga frika se mos bim në haram. Nësa Abu Darda, kur flet për devotshmërinë e plot, thot: en yattaqillaha al-abdu hatta yattaqiyahu fi mithqali dharra. Ti friksohet Allahut, ti friksohet robi Allahut, derisa thot ti friksohet atij, pra edhe në grimcën më të vogël. Hatta yatruka ba'da ma yara annahu halal, derisa thot njeriu, pra devotshmëria e plot është derisa njeriu ti lej thot disa gjëra që mendon, pra i shikon si halal, nga frika thot që mos që është haram. E kjo, pra kjo që është e dyshimta, këtë thot ta lej si perde midis tij dhe haramit. Ndërsa njëri prej të parëve tregon për një grua e cila ishte duke gatuar, duke zonë brumin për bukën. Dhe i vjen lajmi se kishte ndëruar jetë bashkëshorti i saj. Atëherë ngriti duart dhe tha: tek ky ushqim tashmë kemi edhe pjesëtar të tjerë. Pra e kishte fjalën që ky ushqim tashmë kaloi tek trashëgimtarët. Imagjinoje çfarë devotshmërie. Në atë moment mendonte se ky nuk është më pjesë vetëm e tyre, por kishte edhe të tjerë pjesëtar tek ai ushqim. Ndërsa sot dëgjon musliman që e privon trashëgimtarët prej trashëgimis tyre. Sot dëgjon musliman që ja pengon të drejtën vëllezërve, të drejtën motrave. Allahu na ruajt. Gjykatësi duhet që të mundohet me i rregullu njerëzit, por kur ne jemi cop të thuash, atëherë çfarë presim që të kemi drejtësi? Nëse ne i kemi problemet tek vetja jonë, atëherë çfarë presim që të jenë ata që na sundojnë ne? Prandaj, secili prej nesh duhet të niset ta përmirësoj veten e tij, që Allahu i lartësuar ta përmirësoj gjendjen e shoqërisë dhe vendit tonë. Kjo ngjarje është mesazh për çdo tregtar. Dobia e drejtësisë, dobia e sinqeritetit të kthehet pikërisht ty, tek vetja jote, tek familja jote, qysh në këtë dynja, para se me shku në ahiret. Nëse njeriu është i sinqert, nëse njeriu është i drejtë, nëse njeriu nuk vjedh, nëse njeriu nuk prek pasurinë e tjetrit, le ta di se kjo e mirë do t'i kthehet atij, tek vetja e tij, tek familja e tij. Njeriu duhet me qenë zahid. Nuk duhet të jetë tepër i dhënë pas dynjas. Nuk i mjafton ajo që ka, por dëshiron që të marrë edhe pasuritë të tjerëve. Mjaftohu me atë që të ka caktuar Allahu i lartësuar. I kënaqur me halalin dhe mos syno haramin. Besniku shpërblehet qysh këtë dynja para ahiretit, dhe shpërblimi i vjen njeriut sipas punës. Duhet që besimtarja të synoj të ushqehet me halal. Nuk ka kënaqësi më të madhe se halali. Dhe ne shohim shumë prej atyre të cilët nuk ngopen me haram, por vallë, a kanë lumturinë vetet e tyre. Vallë, a kanë lumturinë familjet e tyre, jo pasha Zotin. Ai mundohet shkon dhe blen gjërat më të shtrenjta.
Dhe kur shkon tek shtëpia e tij, e shikon bashkëshortja e shefat gjo me përbuzjen më të madhe. Ndërkohë dëgjojmë për raste njerëz të cilët ndoshta me zore mbyllin muajin, shkon dhe blejnë diçka tepër modeste, por kur shkon tek shtëpia e tij, e presin familjarët me lumturinë më të madhe. Pse? Sepse ky është mundu e ka fitu me djers në ballit. Ajo ka kënaqësi të veçantë, e ka kënaqësi tepër të madhe. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum." Ai gjykatësi në fund i porositi ata që me dhon sadaka prej asaj pasurie. E Zoti i gjithësisë thot në Kur'an që çfarë do lloj gjoje të shpenzoni prej të mirës, ajo ju kthehet ju e plot. Kthehet tek robi e plot. Zoti i gjithësisë, atë që jep, ndihmon një të varfër, ndihmon një njeri për hir të Allahut të lartësuar, dije që ajo të kthehet ty shumë fish në këtë dynja. Men dha alladhi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira. Kush është ai i cili jep hua Allahut të lartësuar një hua të mirë, ai t'ja shumë fishoj atij atë me shumë fish. Zoti i gjithësisë e gjen shpërblimin pastaj ditën e gjykimit. Ngjarje të tilla kanë ndodhur edhe në ummetin tonë. Përmendet për halifin e drejtë Umar ibn Abdul Aziz. Një herë gjeti aty në pallatin mbretëror, pra në pallatin që ishte pjesë e gjithë muslimanëve, gjeti një perl tepër të çmuar dhe tha: "Oh, sa e bukur dhe sa e çmuar kjo, me të vërtet do të kenë nevojë muslimanët për atë çfarë do të fitohet prej saj." Disa aty rreth tij i than: "O prisi besimtarve, po ti mund ta marrësh edhe për vete, mund edhe zbukurohen me të pjesëtarët e familjes tënde." Ky ishte prisi besimtarve dhe ndoshta në një formë ose tjetër edhe mund ta mbante, por çfarë u tha? U tha: "A doni, tha, që unë ta takoj Allahun e lartësuar ndërkohë që i kam tradhtu besimtarët? Merreni, tha, shiteni dhe pasurinë kthejeni tek pasuria e muslimanëve." Ndërsa përmendet për njërin prej dietarëve, Muhammed ibn Sirin, tregohet për të se një herë shkon të punoj në një baçe rushi. Kaluan disa ditë dhe zotriu i kopshtit vjen ta vizitoj. I thot: "Më kput një bistak." Shkon Muhammed ibn Sirin dhe ja ofron një bistak rushi. Kur e provon i tharët, thot: "Shkom kput një tjetër se ishte tepër i tharët." I çon të dytin përsëri i tillë, të tretin, atëherë i thot: "Ç'është puna me ty?" Akoma nuk i njeh se kush rroj është e ëmbël e kush e tharët. I thot: "Po ti ke pagujt për të kujdes dhe jo për t'i provuar." Elus Allahun e lartësuar që të na bëjë prej atyre që jemi të sinqert. Kujdesemi për pasurinë e tjetrit. Mundohemi që të ushqehemi me halal. Allahu ju shpërblet me të mira.